Federata Zvicerane e Futbollit ka konfirmuar se dhe mesfueshori Vincent Sierro ka pësuar lëndim, prandaj do të mungojnë në ndeshjet ndaj Suedisë dhe Kosovës. Helvetikët i presin dy sfida të rëndësishme në nëntor, ku me një fitore sigurojnë matematikisht pjesëmarrje në Kupën e Botës. Megjithatë, Zvicra ka konfirmuar se Sierro është larguar nga grumbullimi për shkak të dëmtimit. Mesfueshorin Vincent Sierro do të mungojë në dy ndeshjet kualifikuese të Kupës së Botës ndaj Suedisë dhe Kosovës. Lëndimi në këmbë është diagnostikuar nga stafi mjekësor të hënën në mesditë. Sierro është larguar nga kombëtarja për të marrë trajtim te klubi i tij. Në vendin e tij, Beqiro Meragic i Montpellier është ftuar nga Murat Yakin, kurse të vetëm kanë stërvitur dhe Ricardo Rodriguez dhe Luka Hakez. Mbrojtësit Ricardo Rodriguez dhe Luka Hakez kanë kompletuar stërvitje individuale të hënën dhe do të bashkohen skuadrës gjatë javës. Beqiro Meragic nga Montpellier është ftuar si lojtar shtesë, ai do të bashkohet skuadrës të hënën brëma, thuhet ndër të tjera në komunikat. Kujtojmë në rast se Zvicra mund ta mposhtë Suedinë në shtëpi dhe njëkohësisht Kosova triumfon me Sloveni, atëherë në Fadil Vokri do të zhvillohet finalja se cila kombëtare shkon në Kupën e Botës 2026.